Të dashur miq, tani pas mendimeve të shqyrtarëve, ne do të qëndrojmë në studio me një bisedë të radhës, si çdo të premte, zhvillojmë edhe rubrikën Yoga me Rondinellën, ku flasim dhe diskutojmë tema të ndryshme. Madje kemi prekur edhe tema të ndryshme dhe jo vetëm sa i përket stresit dhe çush mundemi me praktiku jogën, çush na ndihmon në qetësim, po ashtu çush na ndihmon në fizikun tonë, në fokus, edhe më tepër të jemi të fokusuar, por në anën tjetër po mundohemi që të flasim për kategori të ndryshme të njerëzve. Pra, kemi cek edhe për fëmijët, kemi cek për të rriturit, në fakt tash do të flasim dhe do të fokusohemi të gratë të cilat po kalojnë perimenopauzën dhe menopauzën. A mundet të menaxhohet kjo fazë, kjo periudhë që nuk është as pak e lehtë, vjen me shumë simptoma, me shumë emocione, ndryshime nga ana fizike, a mundet me u menaxhu përmes jogës? Gjitha këto besoj do t'i sqarojmë tash bashkë me Rondinellën në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Agnisa. Çush je ti? Mirë jam mirë, unë edhe pse me qenë se jemi duke folë për perimenopauzën, kjo është një prej temave në fakt të preferuar kohëve të fundit për mu, jo vetëm se është një temë sfiduese, është një periudhë shumë sfiduese për gratë që e përmend edhe ti zgjatë disa vite, nuk është një kohë e shkurtër, një vit, po mos zgjas edhe deri në një dekadë, por edhe për faktin se edhe vetë tashti jam duke kalu në për periudhën e perimenopauzës, prandaj natyrshëm kam më shumë interesim edhe studioj më shumë rreth kësaj. E përmende që, po më duket pak më shumë i kemi favorizu gratë deri tash, se kemi folë edhe për shtatë zanin. Na kuptojnë të tjerë, ta kuptojnë me njëra tjetër. Edhe kemi folë edhe për fëmijët, edhe sot po vazhdojmë pra me perimenopauzën. Unë nuk jam mjeke, mirë po si që thash si dikush që si mësuese e jogës mas pari që kryesisht punoj me gratë edhe si dikush që ka kurreshtje të pashuar edhe pasion studimi trupin edhe mendjen dhe si dikush që edhe vetash është pikrisht në këtë periudhë, vazhdimisht më intereson të kuptoj për mënyra se si ta mbështesim vetën njëra tjetrën edhe si ta bëjmë këtë periudhë pakës ma të lehtë, pakës ma të qetë, ma të butë edhe ma të vetëdijshme. Po, atëherë shpjegojmë çka është perimenopauza dhe menopauza e pastaj kalojmë që se mund të menaxhohet me jogë. Patjetër, do të thënë një definicion i shkurtët prej asaj që mundemi me lexu, siç na informojnë edhe mjektarët. Perimenopauza pra është periudha tranzitore para menopauzës, edhe siç e kuptojmë tashti, besoj shumica prej nesh, është një periudhë që e tham zgjat shumë, edhe karakterizohet nga ndryshime hormonale dhe pastaj rrjedhimisht edhe nga luhatje të disponimit edhe emocionale. Ndërsa menopauza është momenti kur cikli menstrual përfundimisht të ndalon, ndërsa për të kategorizu, për të definu si menopauz, duhet kaluar 12 muaj nga cikli i fundit menstrual. Mirë po duhet këtu se kjo nuk është vetëm çështje fizike, e përmende edhe ti gjatë intro se kjo periudhë prek shumë dimensione të jetës së gruas. Edhe mund të lehtësohen këto simptoma, nëse mundet na ndihmoj joga? Po, të flasim pak për sfidat me të cilat ballafaqohemi, mbase atëherë sfidat janë edhe fizike, pra kemi çrregullime të gjumit, kemi dhimbje të kockave, të nyjeve, munden me u shfaq kokëdhimbje që shumë shpesh diagnostikohen si migrena, pastaj ka luhatje të tensionit, natyrisht çrregullimet hormonale sjellin edhe deri tek këto disbalansi emocionale dhe shoqërohet edhe me ndjesi ankthi dhe stresit shtuar, mungesë energjie, lodhje, edhe shumë sfida të tjera të cilat në këtë moment mbase edhe nuk po më kujtohen, po ndoshta gjatë bisedës dalin. Mirë po, përveç kësaj duhet me ditë që edhe jo çdo grua i përballon njëjtë edhe i përjeton njëjtë. Pra ka prej atyre grave fatlume të cilat shumë lehtë e kalojnë këtë periudhë dhe ndjejnë pak ose as pak, mirë po ka edhe të tjera që mendoj që është një pjesë e madhe e grave të cilat me thonë ashtu i godet paleta e plot e sfidave dhe vështirësive të kësaj periudhe. Tani po, joga është një prej mënyrave që mundemi me ja lehtësu vetës këto sfida, edhe ajo ndikon në disa nivele. Përveç se që ndikon në aspektin fizik, pra ndihmon me lëvizshmërinë, me ruajtjen e lëvizshmërisë, me shëndetjen, lubrifikimin e nyjeve, me përmirësimin e gjumit, me menaxhimin
menaxhimin e ankthit edhe të stresit, pastaj e stimulon tretjen, përmirëson qarkullimin e gjakut edhe të limfës, që gjithashtu një sfidë të vete për gjatë perimenopauzës edhe menopauzës, pastaj mundet me ndiku edhe në rregullimin e tensionit, e ul tensionin, edhe shumë aspekte tjera fizike. Mirë po, ajo që është shumë e rëndësishme me u theksu është se yoga na ndihmon edhe me ndryshu qasjen ndaj vetës. Edhe mënyrën se si perceptojmë këto ndryshime edhe vetën tonë në këtë periudhë, edhe se si përballemi me sfidat që na shoqërojnë, pra na ndihmon që të jemi pak më të vetëdijshme, më pranuese, edhe më të durueshme, më të buta me vetën. Pra, këtë përshqitet kjo ana emocionale? Pa tjetër, edhe ana emocionale, pa tjetër, sepse kjo është një periudhë, dhe këtu, kjo është një prej temave tani të mia të preferume sa i përket kësaj periudhe, po edhe në përgjithësi. Kjo periudhë është edhe një periudhë reflektimit thellë të shumë gra, vjen natyrshëm, base shumë gra pyeten se kush janë ato, ku janë në këtë moment, çka pas kësaj, fillojnë edhe i vënë në pikpyetje mënyrën si kanë jetu, zgjedhjet që kanë bërë, pastaj kuptimin e gjithë atyre viteve të angazhimit edhe të përkushtimit. Pra është një moment reflektimi i thellë, i cili edhe si rezultat i ndryshimeve hormonale vjen edhe me ndjenjë ankthi dhe pasigurie shumë shpesh, që është shumë e natyrshme para kur ballafaqohemi me periudha të ndryshimeve kaq të mëdha. Mirë, po gjithmonë duhet ja kujtojmë vetës se krejt këto momentet e ndryshimeve të mëdha janë mbartin në vetë edhe një potencial të madh për rritje dhe për transformim. Prandaj jo gjithçka është negative, mirë po krejt varet se si i qasemi. Këtu tani flasim edhe këtu vjen shprehje edhe ajo që folëm më herët, pra e ndryshojmë qasjen, mënyrën si i perceptojmë këto sfida. Edhe prej një aspekti negativ, gjithmonë yoga na mëson me i pa edhe prej aspektit tjetër të potencialit ton për ndryshimet cilat ne kemi pas nevojë me i bo. Ne i theksuam që ka shumë simptoma me cilat vjen menopauza, perimenopauza, do thotë në këtë rast, e pse të disa gra ndihen edhe janë më të forta. Ka të bëj kjo edhe është interesant kjo pyetje shumë në fakt, Agnesa, se natyrisht ka një bazë biologjike, mbase edhe gjenetike. Mirë, po çdo ditë më shumë flitet edhe për ndikimin që ka në mënyrën se si e përjetojnë gratë këtë periudhë stresi, dhe jo vetëm stresi aktual, po stresi akumuluar për gjatë viteve, pastaj mënyra se si e kanë trajtu vetën e tyre, sa janë lidhë, sa janë kujdes për vetën e tyre. Pra është një farë momenti kur në një farë forme na faturohet taksa e stresit të akumulum, e mënyrës që kemi trajtu vetën, edhe të sfidave me cilat jemi ballafaque, cilat në base nuk kemi arrit me i procesu tërësisht brenda vetës. Edhe prandaj është shumë e rëndësishme dhe gjithmonë e cekim që stresi, kujdesi ndaj vetës bëhet prioritet herët në jetë, shumë herët. Jo vetëm periudat vështira kur fillojnë. Periudat e vështira. Kjo është një periudhë, e mira e kësaj periudhe është që na ballafaqon përfundimisht me atë që nuk mund shtyhet më. Edhe ky është momenti kur shumë gra fillojnë edhe kthehen ka vetja. Po, a ka ndryshime kulturore sa i përket perceptimit menopauzës edhe kësaj periudhe, sepse shpesh herë edhe dëgjojmë kështu komente që thonë hajtë se çdo vjet është në menopauzë, hajtë se ka shumë vjet që ka këtë arsye tema apo diçka e tillë. Qysh perceptohet edhe a ka ndryshuar, ndoshta me sa e keni vrejtën, ndoshta edhe në praktikën që ju e bëni, ka ndryshuar perceptimi edhe te ne në Kosovë. Po, kjo është me të vërtetë diçka shumë fatkeqe, se po, kështu janë trajtu nënat tona, motrat, gjyshet me gjeneratat të tëra. Pa, pikën e dëmshurisë dhe mirëkuptimit për atërën për të cilën janë duke kalu, ndërkohë që kjo është një periudhë me të vërtetë sfiduese edhe e vështirë për të kaluar. Natyrisht që ka ndryshime kulturore, është interesant me kuptu se ka kultura në të cilat kjo periudhë konsiderohet si periudhë e sjell gruas më shumë forcë, më shumë pjekuri, edhe trajtohet si e tillë, trajtohet si periudhë pjekurie, forcë edhe autoriteti. Edhe kryesisht këto kultura vijnë nga civilizimet e lashta, kryesisht lindojnë
perëndore, aziatike, që sot jo domosdoshmërisht edhe janë shumë të zhvillume. Ndërsa në kultura tjera, ku bojmë pjesë edhe shumë vende të zhvillume, kjo periudhë ma shumë lidhet me plakjen edhe zbehjen e shkëlqimit edhe uljen e produktivitetit të gruas, edhe kjo domosdoshmërisht që ndikon edhe në mënyrën se si ajo e percepton veten. Mendoj që ka fillu me ndryshu, të paktën gratë vetë tash janë më të vetëdijshme, edhe i vendosin kufit e tyre ma qartë, edhe bëjmë vetën prioritet pa ndjenjen e frikës edhe pa ndjenjen e fajit. Natyrisht gjithmonë ka punë për me u largu këto ndjenja, sepse janë fundit në ADN-n tonë të imprintit të gravuara, mirë po me gjithat me punë të vazhdueshme, po arime i të i kalu këto stereotipe që kanë qenë, ndërsa yoga e trajton thjesht na mëson se çdo fazë e jetës i ka benefitet e veta. Edhe na mëson me pranu si një mundësi të re, për një verzion tjetër të vetës tonë, ku jemi ma të fokusume ka vetja, ku i definojmë ma mirë kufit tonë, e mësojmë fuqinë edhe rëndësinë e fjallës jo, që është shumë e rëndësishme, edhe fillojmë thjesht që të pushojmë, të miremi me vetën pa ndjenjen e fajit. Edhe mendoj që kjo është një teme tëre cila mundet me u trajtu. Pushimi pa ndjenjen e fajit. Nuk e dja rjetë në njerë të gratë. Pikrisht, pra. Unë ndëse se kom arritë në këtë fazë. Edhe unë me kaq shumë sa punoj me vetën, edhe shumë shpesh e kam sfidë që të pushoj pa undi fajtore që po pushoj edhe po ja kushtoj vetës. Dhe mas atë që e nana, ha? Pikrisht. Edhe me thonë një pa e arsyetu që ta du me arritë. Pikrisht, nuk ka arsye, nuk duhet me edhe pa undi në faj, po si dhe qoftë. Pra, gratë mujnë me aletësu vetës, në që se merën me vetën edhe praktikojnë edhe bëjnë gjithë. E di që kjo është shumë ma letë të thuhet, se sa të bëhet, sepse e thave folëm edhe ma herët, unë edhe vetë po ballafaqohem me lloj sfidash, edhe vetë është një proces në vazhdim, që me gjas nuk përfundon asnjëherë, mirë po në qoftë se edhe një ditë të vetme arrin me ndi vetën ashtu siç e din se duhet të ndihesh, mendoj se është një fitore. Të mësojmë t'i gëzojmë fitoreve të vogla. Base kjo edhe karakterizon pak edhe perimenopauzën, të paktën në bazë të asaj që po bisedoj me shumë gra dhe me shumë shoqe dhe që po lexoj edhe po i lexoj përvojat e grave tjera, është një periudhë kur thjesht e kupton se është koha për të heqë dorë nga perfeksioni. Nuk ka perfeksion. Mua më duket që krejtësisht marrën një formë tjetër gratë pas të 40-tave dhe besoj tash edhe në fakt edhe ju e thatë që e ndjejmë vetën tash edhe ma të fuqishme edhe ma ndryshe, pavarësisht sfidave që i kalojnë, e pranojnë vetën në një formë ashtu si që janë, por e ndjejmë vetën më të fuqishme dhe në këtë rast besoj që kjo ka shumë rëndësi, se kjo prezantohet edhe rrezaton edhe tek të tjerë. Pikrisht, edhe kjo shumë e rëndësishme që të arrihet, edhe po them prap vetë kjo periudhë edhe krejt ato reflektime që mbase shkaktojnë pak edhe pasiguri edhe çrregullime të çrregullime jo, po një farë disbalansi emocional, luhatje të disponimit, po kjo është ana e tjetër e medaljes, kur me të vërtet ballafaqohemi deshëm ose s'deshëm me ndryshimet që duhet bërë për vetën tonë, për të qenë më falënderuse, më mirënjohëse, më të respektueshme ndaj vetës tonë, e kemi përmend besoj edhe në edicione tjera, është shumë e rëndësishme që krejt ato që i presim prej jashtë të mësohemi të gjejmë brenda, t'ja japim vetës. Vetës pare, po. Atëherë, a mundemi me i komentu ose me na i tregu edhe disa poza, ose ndërsa dhe teknika të frimares që ndihmojnë në raste të tilla, ju do t'i shihni këto në ekran përballë, ndërsa ne nëse mundemi me ilshu një nga një, nuk e di çush janë të përgatitura, si do qoftë që se mundemi me i marrë disa sekonda për secilin foto. Do me thonë veç një benefit të thjesht, këto pozat të cilat i kam përzgjedh, për me i prezentu, këtu janë pozat të buta, të leta të cilat janë të sigurta, kjo është shumë e rëndësishme për një pjesë të madhe të popullatës. Do me thonë, gjithmonë mundet me pas në një kontraindikacion, prej ndo një pozet caktume, mirë po këto që i kom përzgjedh janë pozat të cilat kryesisht nuk kanë kontraindikacione, ose të paktën për një shumicë të popullatës nuk i kanë. Kjo është cat and cow, nëse mundemi me u kthy edhe një herë. Po, është pak më shtyp për shkak se janë në lëvizje fotografit, por kur qëndrojmë e tregojmë se cila është. Fillojmë me të parën, që është kjo lëvizja një është krejt, pastaj me çu trupin lart, a?
Po, kjo është lëvizja e macës edhe e lopës, që ashtu quhet, cat and cow. Jo, kjo është ura, edhe kjo është një pozë shumë e rëndësishme në yoga, sepse e përforcon pjesën e poshtme të trupit, edhe pjesën e poshtme të shpinës, por edhe këmbët, natyrisht ekzistojnë udhëzime se si bëhet në mënyrën e duhur, gjithashtu e hap gjoksin, e stimulon edhe punën e tiroides. Për me përmbledh shkurtimisht, bëhet në disa mënyra, dhe sheni kjo poshtë është pambështetje, edhe është një person që praktikon, edhe është në gjendje të mirë, shëndetësore dhe fizike, mirë po e njëjta mundet me u praktiku edhe me mbështetje, mendim të jastëgëve të bloqeve të ndryshme. Kjo është poza e fluturës, butterfly, ndihmon në hapjen e ijeve edhe në stimulimin e qarkullimit gjakut në zonën e pelvikut, e cila është shumë e rëndësishme për gratë në përgjithësi gjatë këtyre ndryshimeve hormonale. Mundemi me vazhdu base edhe... Po, besoj edhe gjatë kohës kur i bëjmë këto poza, do të kemi gjatë parasysh edhe mënyrën se qysh marrim frymë. Gjithmonë, mënyrën se qysh marrim frymë, faleminderit shumë, patjetër frymarrja gjithmonë tjetë e ngadalshme, edhe frymëzjerja akoma më e ngadalshme nëse synojmë qetësimin ose balansimin, kohët barabartë. Kjo është cat and cow, edhe kjo është një pozë shumë lëvizje faktikisht, e butë edhe shumë e rëndësishme, shumë efektive në ruajtjen e lëvizshmërisë së boshtit kurrizor. Me thonë, jep fluiditet boshtit kurrizor. Kjo është efekti i saj kryesor. Shumë për shikoj nga ana tjetër. Kemi vetëm shiku të kondër të Në qoftë se hapemi në pjesën e kau, kur marim frymë, ngritemi lartë, edhe hapet pak më shumë qafa edhe gjoksi, atëherë kur është e mundur fizikisht, shikimi është përpara, kjo ndihmon gjithashtu edhe me hapjen me stimulimin gjithashtu të tiroidës, me hapjen e çakrës së fytit, e cila e udhëheq edhe mënyrën në tonë të komunikimit, edhe gjoksin e hap. Tani jemi te child's pose, është poza e fëmijët, pra, edhe kjo ka disa variacione, pikërisht kjo është edhe efekti i saj, e qetëson sistemin nervor, është shumë qetësuese, por njëkohësisht, varësisht prej variacioneve që i përdorim, e zgjat edhe boshtin kurrizor, e shihni se si e krijon një hark të boshtit kurrizor, i cili e zgjat atë, edhe gjithashtu në variacione pak më të thella e hap edhe gjoksin edhe zemrën. Në kohën kur kam praktiku dhe kur kam bërë ushtrime fizike, në momentin kur vente kjo poza e fundit dihet që është relaks edhe kemi shkuar shpejt. Kjo është shumë e vërtet, po. Është poza më e mira. Poza e fëmijët është shumë e këndshme. Edhe kjo gjithashtu është një pozë shumë e këndshme, sado që duket e lehtë, po e kërkon një farë udhëzimi për të hyrë në të, për të vendosur në mënyrën e duhur. E mira e saj është se praktikohet kudo, gjithashtu edhe kjo është qetësuese, shumë viparita karani quhet, ose këmbët në mur, ose në shtrat, ose kudo që mundeni me i mbështet. Gjithashtu e stimulon qarkullimin e gjakut, e stimulon limfën, qarkullimin e limfës, edhe ndonjëherë, posaçërisht kur mbahet rregullisht edhe deri në 15 minuta, e vrejmë se si çajën këmbët, që fryhen prej kësaj poze. Warrior 2, kjo është një pozë forcuese, stabilizuese, një pozë gjithashtu edhe toksuse, njëkohësisht gjithmonë varet prej mënyrës se si e praktikojmë dhe ku e vendosim fokusin, sepse këtë e kam pozat e jogës, mund të përdoren për qëllime të ndryshme, kjo gjithashtu mundet edhe me i hap ijet, mirë po qëllimi i saj kryesor është stabiliteti, qëndrueshmëria edhe forca. Me mbajt edhe balancën, a? Sa ku, apo vendoset nga pak? Pak nga pak. Është mirë të fillojmë me 3 frymarrje. Gjithmonë, në mënyrë që të stabilizohemi në secilën prej pozave, të paktën me 3 frymarrje, pastaj varësisht kjo edhe prej llojit të jogës të cilin e praktikojmë, të jenë mbahen pozat edhe deri në 20 minuta. Natyrisht aty arrihet ngadalë se ndonjëherë është shumë më e lehtë me qëndru 20 minuta në një pozë se kush e di çfarë lëvizje me bë. Te ashtanga për shembull është një frymarrje, një lëvizje, gjithashtu edhe vinyasa mundet me pas këtë lloj të intensitetit. Pra krejt varet prej llojit të jogës. Mirë po për qëllimin për cilin po flasim ne, është e rëndësishme që të qëndrohet pak më gjatë në mënyrë që trupi të rregullohet, edhe sistemi nervor ta kuptoj se është i sigurt, edhe që mund të relaksohet.
Ne urojmë që çdo grua që po e kalon ose është në këtë periudhë në fakt së pari të ndihet mirë me veten edhe ta ketë sa më të lehtë ta kaloj edhe këtë fazë, edhe pse jo të praktikoj edhe yoga, të paktën ndoshta qoftë në shtëpi, qoftë në ndonjë studio patjetër. Kudo. Pak minuta, po besoj brenda ditës për me e bu me Absolutisht, edhe 5 minuta nga njerë janë të mjaftueshme, nga njerë gjithmonë e bojnë efektin, po nga njerë janë shumë do me thënë se edhe shumë të dobishme, edhe ndo njerë edhe nuk kemi nevojë as me lëviz. Thjesht ndalemi, pauzojmë, e vëzhgojmë trupin ton, shohim nëse mbajmë tension në shpatula, nëse kemi nofullën e shtrënguar, e relaksojmë në frymëzjerje, i bëjmë 3 frymarrje të thella të ngadalshme, edhe kjo mjafton për me largu atë stresin ekstrem. E mandej në qoftë se dojmë u thellu ma shumë, i bëjmë edhe disa lëvizje, këto poza të gjithat mundën me u bo mrena 5 minutave, ishin 6 poza mendoj, deri në 1 minut në qoftë se i mban, ose edhe 30 sekonda mrenda 3 minutave, i kryen këto poza, e bën qatë vëzhgim të trupit edhe disa frymarrje edhe ndihesh ma mirë. Thjesht mendoj ndonjëherë që ajo mungesa e kohës është në kokën tonë. Edhe është pikrisht si rezultati stresit për me mbrime i kry të gjithat. Mirë po duhet ja kujtojmë vetës që 3 minutë që nuk qëmë pesh. Nuk qëmë pesh në atë se sa kemi me mbrime kry diçka, ndërko që qëmë pesh shumë nëse kthehemi veç 3 minuta ka vetja. E lehtëson gjithë ditën. Prandaj inkurajoj të gjithë, edhe jo vetëm me yoga në fundit. Menaxhimi i menopauzës bëhet përmes të shumë mekanizmave të ndryshëm, përmes shumë metodave ndryshme, dhe kjo është shumë e rëndësishme me u cek. Fillon prej informimit sakt, prej konsultimit për vështirësitë tona me mjekt, prej kujdesit ndaj ushqimit, nëse është e nevojshme, edhe mendimen e ndonjë nutricionisti. E pastaj edhe lëvizje ku jo veç yoga, po për shembull për kocka të shumë e rëndësishme dhe ngritja e peshave, sepse e forcon densitetin, edhe një kombinim në mes të ngritjes së peshave disa herë në javë për pak minuta edhe jogës së rregullt është formula perfekte, e cila ndihmon në harmonizimin, pra një lëvizje që zbut, qetëson, edhe një lëvizje që forcon. Ajo që na duhet. Rëndinel, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këto informata cilat po i ndojnë çdo javë me ne. Mua po bën mirë bisedat që po e kemi të premteve, po marr një lloj pozitiviteti këtu në studio, uroj që po ashtu edhe jo. Edhe në anën tjetër po mësoj shumë. Faleminderit shumë Agnesa, është shumë kënaqësi me qenë me ty edhe bashkë biseduesi. Definitivisht e ja për jedhën e emisionit dhe unë jam shumë e lumtur që jam pikrisht me ty këtu. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë. Ndërsa ne do të kalojmë, qëse po flasim për shëndetin, çdo herë po mundohemi që të lidhemi edhe me një lifestyle, në fakt një material që na flet po ashtu për shëndetin, dhe kësaj radhe flasim për rëndësinë e ujit dhe veshkave, sepse sipas ekspertëve nuk mjafton vetëm me pi shumë ujë në mënyrë që mos me pas gur në veshka. Çka tjetër e kuptojmë tash bashkë.